Mace vazhdon të shikoj foton. Shikoni çfarë shen në kamerë. Zemra e Judit rikthte fort, si një atlete olimpike që garon për medaljen e artë. Ajo pa ekranin dhe vështroi Macen që shikonte me mall fotografin. Po përpiqej t'i thoshte diçka? A kishte të bënte me djalin e saj ushtarak? Ajo e dinte që kjo nuk ishte rastësi. Kishte vetëm një gjë që mund të bënte, i telefonoi djalit. Por ajo nuk ishte gati për atë që do të dëgjonte kur më në fund një zë u përgjigj në telefon. Por përpara se të fillojmë historinë, shtyp like, abonohu dhe mos harro të aktivizosh zilen për të mos humbur asnjë histori të re. Judy Miller gjithmonë e kishte parë veten si një nën para çdo roli tjetër në jetë. Pas martesës me dashurinë e gjimnazit, Johnin, ajo kur nuk u kthye pas. Bëhet nën dhe ky ishte momenti më i bukur i jetës së saj. Ajo ende e kuptonte ditën kur lindi djali i saj, Adam. Me lot në sy, i përshpëriti fjalët e para që ai do të dëgjonte ndonjëherë. Të dua, Adam. Judy gjithmonë e vuri djalin në plan të parë. Ajo hapi një fond për universitetin e tij, siguroi shkollim të mirë dhe kur ai ishte 12 vjeç dhe kërkoi një mace, ajo më në fund pranoi. Kështu hyri në jetën e tyre, Toothless, një kotel e vogël